Dhjetra drejtues mjetesh janë dëshkuar për shkelje të ndryshme të kodit rrugor gjatë kësaj të enjteje në rrugën e Arbrit. Njësia operacionale për sigurinë rrugore në varësi të drejtorisë së policisë rrugore u ndal në qarkun Dibër, kryesisht në rrugën e Arbrit, në pikat e zeza ku ka patur aksidente së fundmi. Gjatë monitorimit me pajisje inteligjente si dron, radar, alkool testues janë dëshkuar dhjetra drejtues mjetesh me masa administrative. Në objektivin e radarit të njësisë operacionale ranë 134 drejtues mjetesh që lëvizin me shpejtësi tej normës së lejuar, 32 për parakalime të gabuara, të cilat u konstatuan me pajisjen dron, si dhe disa drejtues mjetesh u testuan për përdorim alkooli. Gjithashtu oficerët e njësisë operacionale për sigurinë rrugore ndëshkuan me masa administrative 76 drejtues mjetesh për përdorim telefoni dhe mosvendosje të rripit të sigurimit. Aksioni u zhvillua në segmentin e rrugës së Arbrit në Gjoric, ku shqipëri hapjes së saj për qarkullim janë regjistruar disa aksidente me pasojë të rënda deri në humbje të jetëve njerëzore.